Sfida tjetër shumë e madhe është ruajtja e qëndrueshmërisë financiare të skemës pensioneve. Pra, patjetër që është një skemë deficitare, po ne duhet sigurohemi që ky deficit nuk kalon nëpër masa të tilla që do të rrezikonte më pas edhe borxhin publik. Pra shumë e lehtë thuash që okay, le t'i bëjmë pensione edhe 500 euro, po e para është ajo që thash, pra deformimi i incentivave në tregun e punës. Askush nuk do donte të punonte dhe të vjonte të punonte nëse shteti siguron një pension minimal, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh se nga vinë këto të ardhura. Dhe kontributet, pra masa e kontributit që paguhet për efekt të sigurimeve shoqërore, që është rreth 25%, e cila ndahet në rreth 10% nga punëmarrësi dhe rreth 15% nga punëdhënësi, është një normë e cila është krahasueshme me vendet e rajonit, madje është më e ulët se sa disa vende të rajonit, që do të thotë ne jemi të mirë pozicionuar në aspektin e barrës financiare që kanë qoftë individët, qoftë bizneset për të krijuar këtë mbrojtje shoqërore në moshën e tretë, por nga ana tjetër, siç e thash, duhet sigurohemi që këto kontribute mblidhen mbi paga reale në mënyrë që të mos rëndohet më pas ky deficiti, nëse ne do të përcaktojmë edhe një nivel minimal të pensioneve dhe të ruhen gjitha incentivat. Jo, patjetër. E rëndësishme është mos kalojmë retorik populiste, pasi mendoj që tjetër fjalë ky që është sa e mundur është të bëhet, jo se sa duam, sepse nuk besoj që ka parti politike që nuk do të rrisi pensionet ose të themi pagën minimale. E rëndësishme është të kuptojnë se sa e qëndrueshme është vetë skema.